Më 22 prill 2025, një sulm brutal ndaj turistëve në luginën Bajsamar Bahagamit, Kashmir, tronditi botën. 5 militantë armatosur dhe të veshur me uniforma ushtarake vranë 26 persona dhe plagosën 10 të tjerë. Viktimat u ndanë sipas fesë dhe u detyruan të recitonin vargje fetare përpara ekzekutimit. Mes të vrarëve ishte një oficer i marinës indiane dhe një operator mysliman vendas që tentoi të ndalonte masakret. India reagoi më 7 maj me operacionin Sindor, një seri sulmesh ajrore dhe me dron ndaj objektivave militante në territorin e Pakistanit dhe Kashmirit administruar prej tij. Objektivat kishin kampe të Muzaffarabad, Baharamarpur dhe Muridike. Pakistani e konsideroi këtë akt si akt lufte dhe pretendoi rrëzimin e avionëve dhe kapjen e ushtarëve indian, pretendime të pakonfirmuara nga India. Në kundërpërgjigje, Pakistani bombardoi zona kufitare duke shkaktuar viktima civile. Përplasja u shoqërua dhe me veprime diplomatike. India pezëlloi traktatin e ujrave të Indusit dhe dëboi diplomat, ndërsa Pakistani ndaloi tregtinë dhe mbylli hapësirën ajrore. Tensioni ushtarak u rrit me testime raketash balistike dhe mobilizime përgjatë vijës së kontrollit. OKB, SBA dhe Kina bën thirrje për përmbajtje, por frika e një konflikti të përshkallëzuar nuk është zbutur. Ky shpërthim i dhunës tregon se konfliktet e vjetra si ai i Kashmirit mund të bëhet lehtësisht kërcënim ndërkombëtar.